Shumë vende kanë pranuar ftesën e Donald Trumpit për t'u bashkuar në të ashtu quajtur import i paqes në Gaza, por deri tani vëret një hezitim i dukshëm i vendeve perëndimore për t'u bashkuar. Kjo nuk ka të bëjë me Gazën, por me dyshimet e vazhdueshme të Europës lidhur me politikën e Trumpit ndaj Grenlandës dhe Ukrainës, shkruan David Hirst, gazetar dhe analist britanik. Me një tarif pranimi prej $1 miliard dhe me dyshimin se mund t'jenë duke u përfshirë në një propozim gjysmë të pjekur për ta anashkaluar OKB-n, nuk është as pak çudi që nuk po nxitojnë të marrin pjesë. Bordi i paqes mbështetet nga një bord ekzekutiv themelues, i mbushur me njerëz që kanë mohuar se në Gaza ka ndodhur dhe po ndodh një gjenocid, përfshir sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, të dërguarin special Steve Witkoff dhe ëndrin e Trumpit Jared Kushner, si dhe figura si Mark Rowan, financieri i Wall Streetit, i cili ka ushtruar presion ndaj universiteteve amerikane për të ndaluar demonstratat në mbështetje të Palestinës. Ata i bashkon gjithashtu një mungesë e thellë njohurish për lindjen e mesme. Personi i vetëm në bordin ekzekutiv që ka përvojë në rajon. Nëse pushtimin e Irakut dhe shpërthimin e një lufte civile shkatruese 7 vjeçare e quajmë përvojë, është Tony Blairi, krenaria britanike. Sipas statutit të bordit paqes të Trumpit, çdo antar i bordit ekzekutiv do të ketë një portofol për të menaxhuar, që do të thotë se ata do të kenë pushtet real mbi Gazën, ndryshe nga një trup i dytë ekzekutiv, shumë më poshtë në hierarkinë e komandës, i cili nuk do të ketë asnjë pushtet. Kjo quhet në mënyrë konfuze bordi ekzekutiv i Gazës. Ai përfshin 4 nga 7 antarët e bordit themelues, por shton edhe Hakan Fidanin, ministrin i jashtëm të Turqisë, ministrin nga Katari Ali Al-Thawadi dhe general-majorin Hasan Rashad, shefin e inteligjencës egjiptiane. Motivet e Turqisë dhe Arabisë Saudite për të qëndruar në çadrën e Trumpit nuk mund të merren si shenjë nënshtrimi, vlerëson Hirst. Kundërshtimi i tyre ndaj politikës izraelite të vazhdimit gjenocidit në Gaza është i qartë dhe dyshimi i tyre se Witkoff, Kushner dhe Trump janë ideologjikisht në të njëjtën linjë me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu mbetet i pandryshuar. Plani i tyre është të ruajnë një pranim minimale në Gaza dhe për këtë e vetmja garanci për ndalimin e spastrimit etnik izraelit do të ishin trupat turke në terren, diçka që Netanyahu është betuar vazhdimisht ta kundërshtojë. Kështu, ky bord i paqes po duket gjithnjë më shumë si një fushë betejë e re ku do të luftohen çështjet e vjetra. Megjithatë, Arabia Saudite është shumë më e afërt me autoritetin palestinez dhe më e prirur të heqë qafe Hamasin plotësisht se sa Turqia apo Katari, por këto ndarje, sipas Hirst, do të shfaqen më vonë. Për të anuar balancën e pushtetit në favor të Izraelit, ka një tufë këshilltarësh me histori të afërta thellësisht problematike. Nikolaj Mladenov, diplomat bullgar, do të jetë përfaqësuesi i lartë i Gazës, që në terminologjinë e Bashkimit Evropian mund të nënkuptojë ministër i jashtëm. Për ta mbështetur atë, ka një sër këshilltarësh me të kaluar problematike. Persona si biznesmeni dhe rabini Arieh Lightstone, një mbrojtës i zjarrit i kolonëve, i cili ishte thellësisht i përfshirë në krimin e mekanizmit të shpërndarjes së ndihmave të mbështetur nga Izraeli në atë që njiheshte si Gaza Humanitarian Foundation, në pikat e cilit më shumë se 2000 palestinez u vranë me armë zjarri. Në fund piramidës qëndron qeveria teknokrate që supozohet të qeverisë Gazën. Vetëm 2 nga emrat e propozuar nga fraksionet palestineze kanë hyrë në listë. Personazhi më problematik është ai përgjegjës për sigurinë, Sami Nasman, ish oficeri i lartë i sigurisë së autoritetit palestinez, u dënua në mungesë nga një gjykatë në Gazën më 15 vjet burg për nxitje të kaosit dhe për organizim të supozuar të atentateve ndaj udhëheqësve të Hamasit. Nasman ka qenë në mërgim që atëherë dhe ka pak gjasa të kthehej së shpejti. Witkoff njoftoi fazën e dytë të marrëveshjes së anëpushimit në të njëjtën mënyrë, siç njoftoi vetë anëpushimin, duke ia ngarkuar të gjithë barrën Hamasit. Në deklaratën e tij, Witkoff tha se faza e dytë kishte të bënte me çmilitarizimin e plotë të Gazës, kryesisht çarmatimin e gjithë personelit të paautorizuar. Ai tha se SHBA-ja pret që Hamasi të përmbush plotësisht këtë kërkesë. Dështimi për ta bërë këtë do të sjellë pasoja serioze, tha Witkoff. Nuk u tha asnjë fjalë për detyrimin e Izraelit për të tërhequr nga vija e verdh, nga e cila ka avancuar deri tani dhe zë mbi 60% territorit Gazës. As nuk u përmendën mbi 1000 shkelet të anëpushimit dhe vrasja deri në 450 palestinezëve që nga nënshkrimi i marrëveshjes në tetor. Deklarata e Blairit ishte e ngjashme në ton. Plani 20 pikësh i Trumpit për t'i dhënë fund luftës në Gaza, sipas Blairit, ishte një arritje jashtëzakonshme. Lufta kishte përfunduar, deklaroi ai. Ky do të jetë lajm për Gazën,
e cila, përveç sulmeve ajrore të përditshme izraelite, ka vuajtur për mbytje, dimrin më të ashpër të viteve të fundit dhe shkatrimin e mbi 100.000 tendave. Izraeli ka vazhduar t'i mohoj Gazës si ushqimin, ashtu edhe ndihmën për rindërtim që i nevojitet. Ai është gjithashtu i palëkundur në refuzimin e lejimit qarkullimit dy palësh në pikën kufitare Rafah, aqsa sipas burimeve, Komiteti i Ri Teknokratik, Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës, do duhet të mblidhet në Kairo e jo në vetë Gazën. Izraeli ka shkelur vazhdimisht kushtet e mbushimit, si përmes sulmeve ajrore, ashtu edhe përmes mos respektimit të vijës së verdhë. Tony Blair, megjithatë, jeton në një botë alternative, një botë ku gjenocidi nuk ka ndodhur dhe ku Hamasi duhet të çarmatoset ndërsa pushtimi mbetet në fuqi. Shërbëtori i përhershëm i Izraelit, Tony Blair, nuk e përmend asnjëherë fjalën palestinez apo Palestinë në deklaratën e tij. E vërteta është se asgjë nuk do të ndodhë. Vijat e frontit do të mbeten aty ku janë për të ardhmen e parashikueshme. Që luftëtarët e Hamasit apo xhihadit islamik të çarmatosen në këto kushte, do të ishte barabartë me vetvrasje, vlerëson Hirst. Rrethimi do të vazhdojë. Forcat izraelite do të vazhdojnë të pushtojnë mbi gjysmën e Gazës. Asnjë forcë ndërkombëtare nuk do të vijë për të administruar këtë kaos dhe mbi 2 milion palestinez do të vazhdojnë të jetojnë në tenda. Të njëjtët personazhe që lejuan Izraelin të zgjerohej deri në pikën ku Gaza shpërtheu dhe të presësh që ata të zgjidhin konfliktin, nuk është thjesht çmenduri, është kriminale, shkruan David Hirst. Sa për Trumpin, ai as që pretendon të kujdeset për palestinezët, drejtësinë, të drejtat e njerëzit apo fëmijët që vdesin nga i ftohti në tenda. Trumpit i intereson të vendosë copëzat të Trumplandit në përbot dhe të thith shumë të mëdha parash gjatë procesit. Duke krijuar bandën e tij të këshilltarëve dhe duke quajtur atë bordi i paqes, Trump tani po përpiqet ta drejtojë botën ashtu siç po e drejton aktualisht Amerikën. Ai nuk është një fashist shumë i madh, sa është një bos mafios që kërkon respekt dhe pagesa të rregullta, shkruan Hirst. Çështja palestineze rreh sot më fort në zemrën e çdo palestinezi se kurrë më parë. Palestinezët do ta hedhin bordin e paqes në koshin e plehrave të historisë, shumë kohë përpara se e njëjta gjë të ndodhte Trumpit, vlerëson gazetari britanik David Hirst.